Përshëndetje Granit, qëshje, aje e mirë. Po e nisi me shtandin e parë që është Adriators, destinacionet të shumta, kërkesat të shumta, sezona ka fillu, më të rego pak qka janë kërkesat ma të shpeshta. Po, si vitin e kalumë edhe këtë vetë, Greqia mbetet destinacioni kryesor për pushuzën nga Kosova. Pastaj vinë vene tjera si Turqia, Kroacia dhe vene tjera. A është ma lirë si vjetë a vitin e kalumë? Këtë varet se sa ma herët rezervohet. Gjithmonë ofertat last minute janë ma qtreta se ato early booking, mirë po prapë ka çmimet lira. Sigurisht, Adria e ka dëshmu ndër vite profesionalizmin edhe sidomos ka qenë shumë afër klientëve edhe pasi mbrinë në destinacion, domethënë me komunikim edhe me gjanat e tjera. Sa ka ndiku kjo për me rritë edhe brandin e juj, komunikimi me klientët, knatësia, a ju shkrujnë jenë mi knaq, kemi kalu mirë, ose a janë të rikëthyshëm prapë? Po, ne gjithmonë i kontaktojmë klientët tonë edhe pasi të arrijnë në destinacion dhe gjithmonë jemi në kontakt me ta edhe në qoftë se ndonjëherë kanë ndonjë problem, mirë po deri tash gjithë janë të kënaqur. Arsyeja që jemi sot në këtë panel është sepse kemi shumë kërkesa edhe nga diaspora dhe që t'ju tregojmë që ne mujmë të aranjojmë pushimet e tyre edhe nga diaspora, edhe nga vendbanimet ku jetojnë, ne mund të kujdesemi për rezervimet e tyre. Po themi që munden në qoftë se jeton në Cyri, e zojmë shembull, prej Cyriut me shku në Greqi, apo përderisa jetojnë atje, prej atje mund me komuniku me juve dhe me i bë pushime? Po, pa problem, mund të komunikojmë prej atje dhe të aranjojmë prej Cyriut, biletat, transferin, hotelin komplet, gjithë paketën. Perfekt, sepse ndoshta edhe kështu kurse në kohë, se jo kështu me ardhe kur shkojnë në Kosovë, jo hajtë shkojnë a i këshirum shumë ma letë, hyni në Adriator si kanë të gjitha rrjetet sociale, po Granit më ra shumë në sy edhe zbritjet të cilat i keni ofru pikërisht këto dite të panajirit. Çka mundemi me pas në zbritje? Po, në këtë panajir kemi disa hotele ose disa paketa turistike që arrin me zbritje deri në 35%. Do të thonë, i ftojmë sezon 35% veç Adria ban. Janë disa hotele të caktuara që kemi pushues të rregull aty dhe ju ftojmë gjithë klientëve që të vinë ta shfrytëzojnë këtë ofertë dhe janë 35% zbritje. Nice, shumë mirë. Diçka tjetër për fund se po e shoh që ka nisë edhe për shembull njerëzit në për live, jemi live në kanal 10 në YouTube, bëni subscribe, po e shoh që po shkruajnë për pushime Greqi, cili është qyteti më i frekuentuar? Shiko, për familjar, Talkidik e zona që frekuentohet më së shumti, kurse për çifte ose honeymoon ishujt, si Mykonos, Santorini, po ka edhe kërkesë të lartë për Korfu dhe gjitha ishujt tjerë. Smet, du të me vendosë diçka mas qëti edicioni veror që e kena, veç Granit folëm pak ma vona pet, okej? Jemi mirëseardhur. Adria do tjetë deri me datën 18 shtandi do tjetë i hapur, a munden këtu me ardhë njerëz me pranu tu? Po munden edhe këtu, mirë po munden të direkt në faqen tonë online.adriators.vis.ks, ajo është 24/7, mund të rezervojnë edhe online, mirë po mund na vizitojnë edhe këtu. Perfekt. Faleminderit, ju uroj qëndrim të mbarë këtu në panajir.